Delegacioni i Bashkimit Evropian ka ngritur në Shqipëri 3 qendra të informimit në përpjekje për një informim sa më të gjerë të publikut shqiptar, sidomos të rinjve, mbi vlerat e organizatës, institucionet, funksionimin e tyre dhe pritshmërinë e Shqipërisë nga antarësimi. Korrespondenti i Zërit Amerikës Plumë Sulo ishte sot në qendrën e informimit në qytetin e Shkodrës. Në qendrën e informimit të Bashkimit Evropian, që ndodhet në një nga rrugët më të bukura të qytetit të Shkodrës, janë mbledhur të rinj nga 2 shkolla të mesme të qytetit, të cilët po konkurrojnë mbi njohuritë që kanë rreth Bashkimit Evropian. Shqiptarët vazhdojnë të kenë një mbështetje të gjerë për proceset integruese të vendit në Bashkimin Evropian dhe drejtuesja e Qendrës së Informimit të Bashkimit Evropian në Shkodër dhe në Vlorë, Mira Mezini, thotë se informimi i publikut, sidomos i të rinjve, është mjaft i rëndësishëm në këtë fazë të përgatitjeve të Shqipërisë për në Bashkimin Evropian. Gjatë punës tonë kemi vënë re që niveli i informacionit mbi mekanizmat e Bashkimit Evropian, funksionimin e Bashkimit Evropian dhe pritshmëritë tona janë ende larg atij niveli që ne dëshirojmë të jemi. Prandaj Qendra e Informimit e Bashkimit Evropian në Shkodër për një muaj ka organizuar një konkurs me temë të njohim BE-n, në të cilën janë përfshirë 9 shkolla të mesme të qytetit me një numër prej 10.000 nxënësish, ku të rinjt janë ftuar të përgjigjen pyetjeve mbi Bashkimin Evropian. Zoe Mezini thotë se delegacioni i Bashkimit Evropian vlerëson si pjesë të rëndësishme të përgatitjeve të Shqipërisë për në Bashkimin Evropian edhe informimin e publikut mbi vlerat, institucionet dhe funksionimin e Bashkimit Evropian, si dhe pritshmëritë e Shqipërisë nga ky antarësim. Delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri e vlerëson si shumë të rëndësishëm dhënien e informacionit mbi Bashkimin Evropian tek të rinj dhe tek popullsia shqiptare. Për këtë qëllim, delegacioni ka ngritur 3 qendra të informimit të Bashkimit Evropian në shkallë vendi, ku njëra është në Shkodër, tjetra në Tiranë dhe tjetra në Vlorë, për të siguruar kështu një mbulim sa më të gjerë në zonat me popullsi më të lartë në qytetet kryesore të Shqipërisë. Dhe Shkodra konsiderohet një ndër pikat më të rëndësishme të Veriut dhe aktiviteti qendrës tonë shtrihet jo vetëm në Shkodër, por në krejt Shqipërinë e Veriut. Aktualisht Shqipëria gëzon statusin e vendit kandidat potencial për në Bashkimin Evropian. Pas shumë muajsh të humbur në mosmarrëveshje të mbrëmshme politike, javët e fundit, politika dhe institucionet shqiptare kanë intensifikuar punën për përmbushjen e kritereve të caktuara nga Bashkimi Evropian. Për Zërin e Amerikës, nga Shkodra, Plumë Sulo.